Sekretari Amerikan I Shëndetësisë kafshohet nga një gjarpër në Florida, videoja bëhet virale. Sekretari Amerikan I Shëndetësisë Robert Kennedy Jr. është bërë sërish qendër e vëmendjes pas publikimit të një videove të pasakontë ku shfaqet duke kapur me duar të zhveshura dy gjarpëri në Florida, ndërsa njëri prej tyre duket se I kafshon në dorë. Në videon që qarkullon gjithsesi në rrjetet sociale, Kennedy shihet duke mbajtur dy gjarpërinj të zi, ndërsa bashortja e tij Cheryl Stein e paremëron të bëjë kujdes. Në një moment njëri nga gjarpëritë reagon papritur dhe duket se kafshon duke detyruar të rriqet nga dhimbja. Pamjet besohet se janë filmuar në rezidencën me Oz në Palm Beach, ndërsa vetë Kennedy e shoqëroi videon me humor, duke preferuar gjarpërinjve si një çift racistësh të zi në lidhje me specien Black Racer, një lloj gjarpe jo elmues dhe I zakonshëm në Florida. Sipas ekspertëve, gjarpërinjtë të Southern Black Racer nuk paraqesin rrezik serioz për njerëzit, por mund të reagojnë agresivisht kur ndihen të kërcënuar. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje historitë e çuditshme të Kennedyt me kafshët e egra të cilat prej vitesh kanë shkaktuar polemika në SBA, mes tyre përmenden rrëfime për transportimin e një balene të ngordhur mbi makinën e tij, hedhjen e trupit të një këlyshi ariu në Center Park, si dhe episode të tjera të përshkruar në biografinë e tij të fundit. Deri tani, Departamenti Amerikan I Shëndetësisë nuk ka bërë koment zyrtar mbi incidentin, ndërsa burime pranë Kennedyt kanë për të ditur se ai është mirë pas kafshimit.